Shëndetje shikues të nderuar, jeni me agjencinë e lajmeve Kosova Press. Në 27 vjetorin e nisjes së bisedimeve të konferencës Rambujës, por edhe që përkon me nisjen e delegacionit të UÇK-s në drejtim të këtij vendi ku janë zhvilluar pra bisedimet, jemi me profesorin, por edhe antarin e atëhershëm pjesëtar të delegacionit të këtij delegacionit të UÇK-s me profesorin Rambuja. Faleminderit shumë zotri Buja që jeni sot me ne për të kujtuar atë kohë dhe për të na ndarë detaje se si kanë rrjedhur gjitha këto bisedime. Faleminderit juve që më jepni mundësinë. Që unë jam i gatshëm që të them krejt atë që marrë ka regjistruar se ka regjistruar mbamendja, sepse janë 27 vite në pyetje. Zotri Buja, si e kujtoni atë kohë, por edhe na tregoni pak se si është marrë vendimi që ushtria shqiptare e Kosovës dhe pjesëtarët e saj të shkojnë në Rambuje? Thënë drejt dhe kronologjikisht, çështja e një konferencë ndërkombëtare për Kosovën është nisur diku në qershor apo korrekt të vitit 98. Kur trojka europiane vije në Kleçk dhe na takon Jakub Krasniqi, Fatmir Limër dhe mua, dhe aty filloi një farforme ai propozimi se a jeni të gatshëm ju të shkoni në një konferencë ndërkombëtare kudo që do bëhet në Europë apo botë për të realizuar atë që ju mund pretendoni për të realizuar. Fakte, pastaj shkoi kohë relativisht e gjatë për asaj kohë dhe ishte problem jo i vockël apo jo i vogël kombinimi dhe strukturimi i delegacionit, sepse do duhej të ishin pjesëtarë të delegacionit edhe ata të cilët ishin në Prishtinë dhe nuk ishin pjesë e luftës, pastaj një pjesë tjetër që ishte edhe andej edhe këndej, dhe pastaj një pjesë e delegacionit që ishin anëtarë të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, e ata ishin Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Xhavit Haliti, Azem Syla dhe Rambuja. Kështu që këta ishim ne të UÇK-s dhe nuk ishte lehtë ajo që të pranonim për të shkuar, sepse 10 pikat nismëtare për ta pranuar konferencën si tillë çfarë ishte ishin të rënda. Por ne si delegacion i UÇK-s i dinim pozicionet tona. Ishim në një pozicion shumë të rëndë për faktin që na kishin ardhur gati në fund municionet. Dhe e kishim hallin ta zgjasim jetën, ta zgjasim kohën që ushtarët tanë të furnizoheshin me municione dhe me armatim që të vazhdohet lufta. Nuk e kishim iluzionin hisht parafort se ne në Rambuje do të realizojmë diçka që është madhështore për Kosovën, por përfitojmë kohë dhe ta bëjmë UÇK-n më të njohur në botë. Sepse një konferencë e tillë, padyshim, që do përcjellë nga të gjithë mediat e televizionit të botës dhe do të tregojmë se cila është e vërteta e luftës sonë. A kishte konsultime me ndërkombëtarët, negociata? Na kujto pak edhe ditën pra kur janë zhvilluar bisedimet në shtëpinë e një banori aty në Shalë. Na kujto pak nga ajo ditë. E ndëruar në Shalë ka qenë ai faza kur ne jemi përgatitur edhe teknikisht në farforme me rrobat tona për të nisur me rrobat civile për në Rambuje, por zhvillimet e bisedimeve janë bërë edhe në Kleçk, edhe në Divjak, edhe në Novosel, edhe në fshatra të ndryshme me njerëz të shërbimeve të ndryshme të shteteve ndryshme, po veçanërisht atyre të shtetit amerikan, dhe është një mik që akoma është gjallë dhe jemi përshëndetur frikë me te Sean Buncy që ka bërë punë të jashtëzakonshme rreth delegacionit dhe për delegacionin dhe për Kosovën për të çështje, saqë kemi pasur hallin se si do shkojmë në Rambuje, dhe kjo si do shkojmë në Rambuje kishim hallin ne se do të shkojmë në aeroportin e Prishtinës, dhe në aeroport Prishtinës di që ishin forcat serbe, dhe ne bëm një kërkesë jo të zakonshme për delegacionin amerikan dhe për Sean Buncy që ne kërkojmë që në Rambuje të shkojmë të armatosur. Ishte diçka që nuk kanë pse i dot, nuk mendoj dot se si çfarë kërkesë është kjo. Dhe na thanë jo, s'është e mundur kjo gjë të bëhet. Po kur ja sqaruam se pse duam të shkojmë të armatosur me armë të lehta, me armë të vogla, në aeroportin e Prishtinës dhe i tham ne nuk do bëjmë luftë aty. Është e ditur kjo punë, por nuk dorëzohemi të gjallë tek forcat serbe. E kemi hallin nëse na vije puna që ata vinë në pozicion astron, na vinë në pozicion astron, ne vrasim veten. Ky është qëllimi i marrjes armës me veti. Nuk ka gjë tjetër. Dhe atëherë më ne kanë thënë po, do ta keni. Dhe kështu domthonë ne shkuam të armatosëm me ato që armë që kishim, armë të lehta ose revole, dhe